ajo çfarë mban Edi Rama në pushtet dhe sot e kësaj dite nuk ka të bëjë thjesht me një shitje për çështje lobimi ndërkombëtar. Është para e madhe, madje unë kam arritur aty që ai nuk guxon të dorëhiqet sepse atë e mbajnë peng aktualisht kriminalët shqiptar në përbot. Ata të cilët ju shihni për ditë se çfarë po ndodh për ditë me paratë që po sekuestrohen, arrin 700 milion euro brenda 2 ditësh. E kuptoni çfarë shumë, po ne këtu flasim për miliarda euro në të njëjtën kohë. Çfarë do të thoshte kjo për... Të cilat janë shumë arrogante kur vjen puna që kur nxehen nga nervat, po? Po natyrisht, dhe ky zotëri, ky është peng i vendimeve që ka marrë vet. Ky është peng i shkatrimit të Shqipërisë. Ky është peng i krimit që e ka gatuar me duart e tij. Për këtë arsye, ai nuk i shpëton dot kësaj lëvizje e qytetare dhe ndërgjegjësimit qytetar shqiptar. Është e padiskutueshme që Edi Rama largohet shumë shpejt tashmë dhe kjo ishte ajo. E kam thënë shpesh herë Si lexon ti sjelljen e tij nonkurante me një lloj nonchalancë, si më thënë që do të etiketime, shqetësimet, edhe një lloj buzëqeshje relativisht kokoroçe që i dallojmë të pak. Tani Adi Maduro deri natën e fundit që është marrë me helikopter në krevat, ishte duke buzëqeshur. Madje nuk e priste që do t'i ndodhte ajo çfarë do t'i ndodhte. Gaddafi ka pasur po njësoj fundin e tij, ka qenë atë çadrën e tij deri 2 ditë përpara. Sadami po ashtu. Dhe lider të tjerë, natyrisht, të cilët janë larguar nga protestat qytetare. Për shembull, ish presidenti i Ukrainës është larguar natën për gjithë natën gjatë revolucionit portokalli për në Rusi dhe emigroi në Rusi. Gruevski a u largua me njëherë nga protestat popullore. Është e pashmangshme. Ky bën si duket është një problem i madh psiqik i diktatorëve dhe autoritarëve në momentet e fundit. S'kan realizëm që jo, nuk e kuptojnë, nuk arrin ta kuptojnë që vala të merr në fund fare. Dhe është e pashmangshme që lëvizja qytetare, që një lëvizje e ndërgjegjësuar, siç është kthyer kjo tashmë, që është lëvizje e ndërgjegjësuar qytetare, të merr përpara në mënyrë pa diskutuar. Edhe sikur kjo lëvizje të mbarojë nesër, Edi Rama ka marrë fund. Ai është shkatruar përgjithmonë. Dhe unë prandaj mendoj që shpeshherë relativizimi që i është bërë të keqes Edi Ramos, kemi dëgjuar thirrje për Partinë Demokratike, ne jemi opozita e të tjerë, mendoj që janë populizma të disa të rinjve, por edhe një mlef i mbrëmshëm që mund të kenë pasur qytetarë shqiptarë, që është normale që në një moment caktuar dhe mund ta nxjerrin për arsye të krimit që kanë parë me sy dhe largimit që ata kanë bërë nga ky vend për arsye të keqëverisjes dhe mungesës transparencës. Pra, megjithatë është e pajustifikueshme që për një opozit e cila ka bërë një opozit në kushtet e asgjësimit real, sepse kjo opozit u asgjësua, Edi Rama e asgjësoi, të thuhet që këta s'kan bërë asgjë dhe opozita ime ne. Një grup njerëzish që natyrisht unë nuk i fajsoj për atë çfarë thonë në momentet caktuara dhe në momentet ndezje të një proteste të tillë qytetare. Por natyrisht kjo duhet të ndryshojë, sepse në fund fare është vota ajo që vendos gjithçka. Thirrjet përpara disa ditësh për asamble asamble popullore të qytetarëve në shesh. Apo edhe fjalët revolucion me të madhe me Robespierre e me Jakobin, natyrisht që nuk i shkojnë jo vetëm Shqipërisë, por nuk i shkojnë një Evropë e zhvilluar dhe një vendi antar të NATO-s në këto momente. Pyetja e fundit. Mendon që kjo që po ndodh në shesh, ky galvanizim interesant i vetëdijsimit njerëzve për të kuptuar çfarë ndodh, s'është fat i madh, se mund të kishim fjetur in perpetuum. Po ndërkohë ka ndodhur ajo që ka ndodhur është e jashtëzakonshme, duhet thënë, boll që ata dalin atje janë të emocionuar për ndryshime, për zhvillim. Në këtë sens, mendon që kjo që ka ndodhur do ta bëj votimin si votimin e njerëzve të zakonshëm dhe me një lloj naiviteti që bëhet. Mendoj këtë dhe do t'ja japa këtij dhe mbyllet ky muhabet. Pra, si vjedhjes, blerjes, patronazhimit të votës, pra kjo ngjarje do t'i kushtëzoj këto dy veprime për t'i bërë ato të shëndetshme këtë herë?
E para mendoj që vlen shumë ajo shpreha e famshme angleze, që kur e nxjerr kavjen nga shishja, when you get the genie out of the bottle, nuk e fut dot më brenda. Kjo ka ndodhur me këtë protestë. Është nxjerr mlefi. Genie, ajo. Po, e kuptova. Kupton? Kështu që kjo protestë ka bërë këtë zgjim qytetar të jashtëzakonshëm që se ka pritur kush. Por nga ana tjetër, në qoftë se nuk do të ndalohet aktiviteti i bandave shqiptare, të cilat kanë derdhur para kokaine në Shqipëri dhe mbajnë në fuqi jo vetëm Edi Ramën, por edhe njerëzit e tij dhe blejnë zgjedhje, dhe kjo është për mua më kryesorja, natyrisht që patronazhimi do jetë diçka shumë e vogël për të ndryshuar në fund fare, por duhet të ndaloj absolutisht konvertimi i parave të kokainës dhe të ndërpritet ajo pjesë e paras informale në Shqipëri për të bler toka, për të bler influencë dhe natyrisht për të shkatruar vendin dhe për të zbrazur këtë vend. Në qoftë se kjo nuk ndodh, do të jetë shumë e vështirë që të ketë përsëri zgjedhje të lira dhe të drejta. Ne shkojmë në zgjedhje të lira dhe të drejta kur dhe banda e fundit, më vjen keq, të jetë larguar apo të ketë larguar paratë e pista nga ky vend dhe tjetë asgjësuar. Jo vetëm Edi Rama. Edi Rama është peng tashmë për mua i bandave dhe i krimit që ai ka bërë. Por natyrisht, në këtë fazë, ai ka qenë komplet koka e krimit, kështu që do të përfundojë aty ku përfundojnë të gjithë.